Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bi hadihim ila yawmiddin. Falenderojmë Allahun lavdi plot me ndihmën e të cilit kryhen veprat e mira dhe dërgojmë salavat dhe selame mbi të dërguarin e tij të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj falenderojmë vëllezërit të cilët janë bërë sebeb për këtë mezhlis dhe e lutim Allahun subhanahu wa taala që ashtu siç na ka tubuar të gjithëve këtu në këtë vend, të na tubojë edhe në xhenetin Firdaus. Amin. Vëllezër të ndershëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte zakon prej duave që i bënte, do të thonë zakonisht pejgamberi alayhi salatu wassalam, ishte një dua shumë me rëndësi, të cilën secili musliman duhet ta di. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte zakon që të lutaj dhe të thoshte: Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqni ijtinabahu. Që do të thotë: o Zoti im, ma mundëso që ta shoh të vërtetën ashtu siç është dhe ma mundëso që ta pasoj atë. Dhe ma mundëso që ta shoh të kotën ashtu siç është dhe ma mundëso që të largohem prej saj. Kjo dua është me rëndësi të madhe. Kjo dua është me rëndësi të madhe dhe secili besimtar duhet që ta di këtë dua. Ta përsëritim edhe një herë, do me thonë: o Allah, ma mundëso që ta shoh të vërtetën si të vërtet dhe ma mundëso që ta pasoj atë. Dhe ma mundëso që ta shoh të kotën si të kotë dhe ma mundëso që të largohem prej saj, të distancohem prej kotës. Prej mësimeve që i nxjerrim prej kësaj duaje është se jo secili që mendon se diçka është e kotë ose e vërtet patjetër të jetë ashtu. Nuk do me thonë se nëse një njeri mendon se një gjë është e vërtet, ose se një gjë është e kotë, patjetër në realitet tek Allahu subhanahu wa taala të jetë ashtu. Nuk do me thonë. Ka mundësi që njeriu të mendojë se është në të vërtet, mirë po tek Allahu të jetë e kotë. Dhe ka mundësi e kundërta, që njeriu të mendojë se një vepër është e kotë, sepse ai kur mendon se është e kotë nuk e bën. Mirë po të mendoj në mendjen e tij se kjo vepër është e kotë, atë ka Allahu të jetë ndoshta prej veprave më të mira. Dhe sidomos ky defekt tek njerëzit do të përhapet para kiametit. Ku thot pejgamberi alayhis salam se para kiametit yusaddaq al-kadhib wa yukadhab as-sadiq. Do t'i besohet gënjeshtarit dhe do të përgënjeshtrohet i vërteti. Po ashtu para kiametit disa prej suneteve të pejgamberit alayhis salam do të konsiderohen bidate. Dhe disa prej bidateve që janë bidate do të konsiderohen sunete. Para kiametit, dhe këto janë prej shenjave të kiametit, domethënë. Andaj pas ka mundësi që njeriu të vërtetën ta sheh si të kotë ose të kotën si të vërtetë. Për këtë shkak është më rëndësi që ta lutim Allahun subhanahu wa taala që të na mundsojë që të vërtetën ta shohim si të vërtetë dhe të kotën si të kotë. Dobia e dytë që përfitohet nga kjo lutje pejgamberike është se ta shohim të mirën si të mirë dhe të kotën si të kotë nuk mjafton. Pejgamberi alayhis salam u mjaftu duke thënë: o Zot, ma mundso që ta shoh të mirën si të mirë, të kotën si të kotë? Jo. Po për të mirën tha: warzuqni ittiba'ah. Ma mundso që ta pasoj të mirën. Sepse nuk mjafton vetëm ta dish se diçka është e mirë, nëse nuk e pason, kjo dituri madje do të jetë argument kundër teje në ditën e gjykimit. Po ashtu edhe tek e kota. Nuk mjafton që ta dish se është e kotë. Nuk mjafton që ta dish, edhe pse kjo është mirë, pozitive, se nëse jenë të kotë edhe nuk e di se jenë të kotë, kjo është ignorancë dyfisht, domethënë. Kjo është pozitive mirë, po nuk mjafton, as se si nuk mjafton, patjetër largimi nga e kota, patjetër. Dhe kjo i obligohet besimtarit në çdo moment. Saqë disa prej muslimanëve të mëhershëm, të mëparë, domethënë që kanë kalu, kanë thonë kush nuk pendohet çdo sabat dhe çdo akşam është prej zullumqarëve.
Sepse njeriu non-stop është në ndërveprim me gjërat, non-stop, ose do të bëj mirë, ose do të bëj keq, ose atë mirën do ta mangësoj, nuk e bën si duhet, ose do t'i bëj zullum të njërit, non-stop është në ndërveprim, në ndëraksion me të tjerët, me vetveten dhe me Zotin e tij. Andaj non-stop duhet jetë në gjendje që ta pranojë të vërtetën dhe të largohet nga e kota. Mirë po, suksesin këtë gjë, do të thonë, prej kujt vjen vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. Andaj edhe pejgamberi alayhis salam, edhe pse ishte njeriu që më së miri e praktikonte fenë e Allahut dhe që më së miri i çonte në vend urdhrat e Allahut, na mësoi neve që ta bëjmë këtë dua. Se kjo dua pejgamberi alayhis salam nuk e ka bë për atë se ai ka qenë shumë i nevojshëm, po e ka bërë më shumë për t'ja treguar umetit të tij. Edhe pse padyshim edhe pejgamberi alayhis salam është krijesë dhe është i nevojshëm pra për Allahun subhanahu wa taala. Dhe pejgamberi alayhis salam në asnjë çast nuk është ndalë së qenuri robi i Allahut subhanahu wa taala. Andaj nëse dikush thotë se ndonjë evlia apo ndonjë njeri mirë arrin një deregje kur pastaj s'ka nevojë të bëj vepra të mira, s'ka për atë halal haram, kjo është gabim. Kjo është gabim. Nuk ka mundësi njeriu në këtë botë të arrijë deregje që të pavarësohet nga adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Krejt kjo vëllezër ishte një parathënie, krejt kjo do të thonë ishte një parathënie për vlerën e temës së sodit. Për rëndësinë që e ka tema të cilën do ta shtjellojmë, e ajo është metodologjia e saktë në kuptimin e drejtë të fesë. Si duhet ta kuptojmë drejt fenë? Sepse kjo është me rëndësi. Ne e shohim se shumë prej muslimanëve nuk janë si duhet. Po ka edhe një dukuri tjetër, disa prej muslimanëve që janë udhëzuar kanë dalë prej udhëzimit. Dhe shumë prej muslimanëve të tjerë i armiqsojnë disa muslimanë që mundohen ta praktikojnë fenë pak më mirë. E tash, çka është defekti kryesor i kësaj është mos kuptimi i fesë si duhet. Më thonë defekti qëndron tek kjo të cilën do ta shtjellojmë, pra, mos kuptimi i fesë së Allahut subhanahu wa taala ashtu si duhet. Dhe kjo është me rëndësi që njeriu ta kuptojë fenë e Allahut si duhet. Është shumë me rëndësi, sepse përndryshe rrezikon që të jetë në grupin e njerëzve, rrezikon pra që të jetë në grupin e njerëzve për të cilët Allahu subhanahu wa taala ka thonë: "Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Thuaj, a t'ju tregoj se cilët njerëz janë më të dështuar në veprat e tyre. A t'ju tregoj se kush prej njerëzve është më i dështuari, më i dëshpëruar në veprat e tyre. Sepse njësoj si udhëzimi edhe dështimi ka shkallë, nuk janë krejt njësoj. E më i dështuari kush është? Thot, alladhina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ata të cilët janë të zhdukur, pra veprat e tyre janë të prishura në këtë botë, wa hum yahsabun, megjithatë ata mendojnë se janë duke bërë mirë. Wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Askush vëllezër, dhe këtë mbajeni mend, askush nuk mendon se është në rrugë të keqe, as jehudiu, as krishteri, as budisti, askush nuk mendon se është në rrugë të keqe. Gjithë mendojnë se janë duke bërë mirë. Mirë po shumica nuk janë duke bërë mirë. Pse? Sepse në atë ideologjinë e vet bazohen te mendja e tyre, nuk bazohen shpalljen e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë shkak edhe të mirën e konsiderojnë të keqe dhe të keqen të mirë. Se ne kemi kriter, e mira nuk është kujt si ti kujtohet se është e mirë, po edhe e keqja nuk është kujt si ti kujtohet se është e keqe. E mira është ajo që thot Allahu se është e mirë. Ligji i mirë është ai ligj të cilin Allahu ka thonë se është ligj i mirë, e jo ai ligj të cilin ne mendojmë se është ligj i mirë. Sepse njerëzit ndikohen prej rrethonave, ju e shihni pra, shumë sende, shumë dukuri para 50 vjetëve kanë qenë të këqija, tash i bëjnë të mira. Do të thonë, ata ndikohen prej rrethonave, nuk janë stabil në këto gjëra. Për këtë shkak nuk ka mundësi që ne ta kuptojmë të mirën dhe të keqen vetëm se me anë të shpalljes së Allahut subhanahu wa taala. Dhe ky ders do të jetë pra në këtë drejtim. Do shta është pak më akademik, pak më i thatë,
mirë po është me rëndësi të kuptohet, inshallah Teala ju do të bëni durim dhe do të përfitojmë të gjithë së bashku. Tash do t'i përmendim gjërat, 6 gjëra kryesore, pra që na mundsojnë ta kuptojmë fenë Allahut subhanahu wa taala me kuptim të shëndosh. Sepse Allahu i lartësuar për çdo gjë në këtë botë ka dhënë sebepet e asaj. Për çdo gjë Allahu subhanahu wa taala i ka vendosur sebepet e asaj. Kështu është krijimtaria e Allahut subhanahu wa taala. Mos mendoj dikush se Allahu i lartësuar gjërat i lëm pa sebep. Jo, për çdo gjë Allahu ka dhënë sebep. Po edhe për ta kuptuar fenë si duhet ka sebep. Allahu e ka caktuar këtë gjë. Nuk ka mundësi që njeriu ashtu t'i vi, do me thonë prej qiellit. Duhet mundohet, duhet t'i merr sebepet e kësaj gjëje. Dhe këto sebepe Allahu subhanahu wa taala na i ka qersuar në formën më të mirë. Pika e parë që duhet kuptuar, pra, për ta kuptuar fenë e Allahut subhanahu wa taala si duhet, është referenca. Do me thonë qartësimi i referencave dhe respektimi i tyre. Në fenë e Allahut subhanahu wa taala ne kemi referenca. Ne kemi gjëra të cilave ju referohemi. Gjëra bazë mbi të cilat ngritet feja jonë. Nuk është feja jonë me epshe, ose me hamendje, ose nuk është feja jonë në dorë të ndonjë njeriu, siç është tek krishterët tek papa. Nëse do ne bën halal, nëse do ne bën haram. Jo, në fenë e Allahut subhanahu wa taala, feja është vetëm dorë të Allahut. Dhe kuptohet në dorë të pejgamberit të tij, i cili e transmeton fenë e Allahut. Andaj referenca tona në fe janë qarta. Kurani, libri i Zotit dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto duhet respektuar dhe nuk duhet vënë para këtyre as epsh, as dëshirë, as mendim të dikujt tjetër. Allahu subhanahu wa taala kur tregon se pse ka ardhur pejgamberi alayhis salam, thot wa yuallimuhumul kitaba wal hikma. Pejgamberi i Allahut ka ardhur që njerëzve të mësoj librin dhe urtësinë. Librin dhe urtësinë. Dhe është interesant se këtu Allahu nuk është mjaftuar vetëm me librin, po ka thënë edhe urtësinë, edhe urtësinë. Dietarët e tefsirit, ata që e komentojnë Kur'anin, thonë se me urtësi është për qëllim suneti i pejgamberit alayhis salam. Se Allahu e dalloi, pra tha librin dhe urtësinë, hikme. Dhe me hikme është për qëllim suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe suneti i pejgamberit është çdo fjalë, çdo vepër, çdo gjendje dhe çdo pëlqim i pejgamberit alayhis salam. Çdo gjë që ka të bëjë me pejgamberin alayhis salam është suneti i tij. Nuk janë sunet vetëm gjërat që janë pëlqyer ti bëjmë. Sepse tek ne e marrin si asgjë. Sunet kjo, nuk kur thot sunet do të thonë nuk është shumë rëndësi, apo me fjalë tjera ma mirë leje, se kam një fjalë, praktikimi i sunetit është mirë po lënja e tij është edhe më mirë, do të thonë. Pse? Se tash gjendja është ndryshe, tash nuk jetojmë para 14 shekujve, ku ta di çka. Kjo është gabim, do të thonë. Të gjitha këto janë gabim. Dhe Allah subhanahu wa taala nuk e kufizoi misionin e pejgamberit të tij vetëm me Kur'anin famlar. Po tha se ka edhe diçka tjetër. E ai është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e sqaron Kur'anin. Sepse sikur mos ishte suneti, secili do thonte jo ka për qëllim këtë, Allahu jo ka për qëllim atë. Allahu nuk e lën njeriu në huti, i sqaron këto gjëra. Dhe çdo gjë që ka për qëllim librin e tij, na ka sqaruar pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala thot: "Men ata ar-rasul faqad ata Allah." Kush e respekton pejgamberin, në realitet e ka respektuar Allahun subhanahu wa taala. Nuk ka mundësi që në respekt bëjmë dallim mes Allahut dhe pejgamberit të tij. Dhe nuk ka mundësi që pejgamberi i tij të urdhëron diçka që nuk është në përputhje me librin e Allahut subhanahu wa taala. Sepse Allahu e ka dërguar pejgamberin e tij dhe pejgamberi i tij wa ma yantiqu anil hawa, nuk flet prej hamendjes, po është shpallje që vjen prej Allahut dhe ju tregohet njerëzve. Çdo fjalë e pejgamberit alayhis salam është wahi dhe shpallje. Po ashtu këtë gjë, pra bazat e fesë që ne i kemi, i ka sqaruar edhe pejgamberi alayhis salam. Ka thënë terektu fikum shay'in. U komlon dy gjëra. Nëse ju i
pasoni ato, nuk do të humbni asnjëherë. Garancë prej pejgamberit alayhis salam, se nëse i respektojmë tamam si duhet të gjëra, nuk do të humbim asnjëherë. E para thot është Kitabullah, libri i Allahut. Dhe e dyta wa sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allah subhanahu wa taala na tërheq vërejtjen që mos dalim para Allahut dhe të dërguarit të tij. Mos vendosim ndonjë gjë para vendimit të Allahut subhanahu wa taala dhe të dërguarit të tij, duke thënë la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. O ju që keni besuar, mos dilni para Allahut dhe pejgamberit të tij. Pejgamberi i tij nëse nuk e ka bërë një vepër, mos e bëni ju. A ka pas mundësi pejgamberi në kohën e vet bëj tyrbe, ka pas mundësi. A mos e ka bëu vëlla tyrbe? Atëherë me çfarë drejtë ti mas 4-500 vjetëve vjen dhe këtu na i mbush xhamiat me tyrbe? Kush ta ka dhënë këtë drejtë? Kush ta ka dhënë këtë drejtë? Kush ta ka dhënë këtë drejtë? Kështu të folim ashiqare direkt. Ose për shembull me vludin, festimin këtë formë ceremoniale i ditëlindjes pejgamberit alayhis salam, nuk njihet prej pejgamberit alayhis salam vëllai dashur. Nuk e ka bëu pejgamberi Allahut. E si ka mundësi që ne dalim tash të bëhemi më frajera, të bëhemi më trima dhe të bëjmë diçka që se ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është më rëndësi në çdo gjë, në çdo vepër, në çdo gjë. Ktheje vetveten tek pejgamberi alayhis salam. A e ka bëu, nuk e ka bëu? Pyetja e parë që do ta bësh. Për secilën vepër, a e ka bëu pejgamberi? Po. Hec, mos u frikso, i rahat. Se ka bëu pejgamberi alayhis salam, leje, se s'ka hajër për asaj. Pejgamberi alayhis salam nuk ka lënë vepër të mirë që duhet bërë pa na e tregu. Kët je i sigurt. Dhe nuk ka lënë vepër të keqe që duhet larguar pa na e tregu. Andaj nëse një vepër as nuk na e ka thonë ta bëjmë, as nuk e ka bërë, nuk ka mundësi të jetë e mirë, sepse nuk ka lënë vepër të mirë pa na e treguar. Kjo është e para, pra, respektimi i referencave. Sepse njeriu mund të pretendojë se ka referencë Kur'anin dhe Sunetin, mirë po këto referenca duhet respektuar. Këto referenca duhet t'i respektojmë në realitet. Që kur të vijë ndonjë ligj prej Allahut dhe pejgamberit të tij, mos ta refuzojmë. Të kemi kujdes dhe mos ta refuzojmë. Kjo është gjëja e parë, esenciale për ta kuptuar fenë e Allahut si duhet. Nuk ka mundësi ndryshe ta kuptojmë. Nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi që ta kuptojmë me traditat që kanë ardhur në këtë vend. Elhamdulillah, Islami ka ardhur këtu. Mirë po, një pjesë e vogël e traditave nuk janë siç duhet. Dhe parardhësit tonë kanë pas arsye, se s'kanë pas mundësi të mësojnë të vërtetën. Mirë po neve nuk na takon tash në këtë kohë kur kemi hapësirë dhe mundësi që ta mësojmë realitetin dhe të vërtetën, të vazhdojmë në atë formë, sepse nuk na jep bereqet Allah subhanahu wa taala. Nuk ka mundësi që të përmirësohet gjendja jonë përveç se ashtu siç është përmirësuar gjendja e muslimanëve të parë. Përndryshe s'ka bereqet. Përndryshe nuk ka bereqet. Sepse gjithë folin, ama Allahu lëshon bereqet në persona të caktuar, nuk lëshon bereqet të gjithë. E pse? Sepse nuk është gjatë dhe në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kjo është shumë e rëndësishme, pra, respektimi i referencave. Pika e dytë, mos pa e zgjat shumë, domethënë, pika e dytë është respektimi i transmetuesve të referencave. Respektimi i atyre që na i kanë pru neve këtë referenca. E kam për qëllim shokët e pejgamberit alayhis salam dhe gjeneratat e para të muslimanëve, gjeneratat e selefit. Gjeneratat e selefit. Kjo fjala selef për shumë prej njerëzve është, siç thon fshat Spanje, mendojnë se ku me di çka është, ose ndonjë jashtëtoksor. Jo valla, selef do me thon pejgamberi alayhis salam, shokët e tij dhe tabinët. Edhe Abu Hanifja hin te kjo fjalë. Kur thonë selef, edhe Abu Hanifja hin këtu, do me thonë. Mos mendoj dikush se jemi përballë njëri tjetrit, karshi njëri tjetrit. Jo. Edhe Abu Hanifja hin te kjo fjalë. Do me thonë 3 gjeneratat e para të muslimanëve, të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka lavdruar. E pse duhet respektuar ata njerëz? Sepse ata na e sollën neve fenë, ata e ndihmuan fenë e Allahut. Ata ishin prezent kur zbrit ndonjë ajet,
për të cilin ne shumë mirë këtu të ullur, mund të themi ma merr mendja kështu, ma merr mendja ashtu, aja jetë kur ka zbrit, ata kanë qenë prezent, kanë qenë aty. Edhe kuptohet se ata e kuptojnë ma mirë ata jetë. Andaj ne nuk mund të pavarësohemi prej kuptimit të tyre. Nuk ka mundësi. Për këtë shkak duhet respektuar kuptimi i tyre i fesë, kuptimi i muslimanëve të parë. Andaj edhe kur thonë, do me thonë djetarët ehlus sunne wal xhamaa, pasuesit e sunetit dhe xhamatit, çka është për qëllim me këtë fjalën xhamat, është për qëllim xhamati i parë, sepse pas atyre muslimanët u bën 70, 100 më shumë xhamate, për fat keq. Andaj nuk mund të thuash se është për qëllim xhamati i kësaj kohe. Jo, xhamati i parë, xhamati i muslimanëve të parë. Dhe këtë e ka thonë nuk është fjalë prej meje kjo është fjalë e pejgamberit alayhis salam. Ju thanë sahabët, e pyetën pejgamberin alayhis salam, i thanë, kush është xhamati? Se pejgamberi alayhis salam thotë një grup prej umetit tim do të largohen, do të thonë disa grupe, dhe njëri do të jetë në hak, në vërtet. Kjo është për qëllim, do të thonë, të ardhmen. Disa prej shokëve ti e pyetën kush është ky grupi i vërtet. Nëse këta tjerët, tamam, po ky i vërteti kush është? Tha el xhamati. Tamam e tha fjalën xhamaa, mirë po e la me kaq pejgamberi alayhis salam? Nuk e la me kaq pejgamberi alayhis salam. E pyetën kush janë ata ja Rasulullah? Ka tha pejgamberi alayhis salam, ma ana alayhi wa ashabi. Xhamati janë ata që do të jenë në atë në të cilën jam unë dhe në atë në të cilën do të jenë shokët e mi. Dhe në atë në të cilën do të jenë shokët e mi. Ky pra është xhamati. Andaj shokët e pejgamberit alayhis salam duhet respektuar dhe gjithë muslimanët e parë. Sidomos kur është çështja në mesele që ata janë unik, do me thonë janë ixhma, kanë marrëveshje. Nuk ka mundësi që ne t'i kundërshtojmë ata. Allah subhanahu wa taala ju drejtohet shokëve të pejgamberit alayhis salam dhe muslimanëve të parë që kanë qenë prezent me një ajet kuranor, pasi që e përmend devimin e jehudive dhe ehli kitabit në surën Bekare, pastaj ju thot fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Nëse ata besojnë ashtu siç keni besuar ju. Po ju drejtohet muslimanëve të parë, nëse ata besojnë ashtu siç keni besuar ju, faqad ihtadaw. Atëherë ata do të jenë të udhëzuar. Nuk tha vetëm nëse ata besojnë, kishtë mundësi Allah të shprehet nëse ata besojnë, atëherë janë udhëzuar. Po tha nëse ata besojnë ashtu siç keni besuar ju. Ju drejtua pra muslimanëve të cilëve ju zbrit kjo ajet. Nëse ata besojnë ashtu siç keni besuar ju, atëherë do të jenë të udhëzuar. Dhe në ajet tjetër thot Allah subhanahu wa taala: "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda." Kush e kundërshton pejgamberin pasi që ju ka bërë e qartë e vërteta? Kush e kundërshton pejgamberin pasi që ju ka bërë e qartë e vërteta? Mirë po, e la me kaq, Allah subhanahu wa taala nuk e la. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Dhe kush e pason një rrugë tjetër pos rrugës së besimtarëve. Pos rrugës së besimtarëve. Me këto besimtarë janë për qëllim shokët e pejgamberit alayhis salam, besimtarët që ishin në kohën kur zbrit kjo ajet. Pra Allah subhanahu wa taala po thot kush e kundërshton pejgamberin dhe ndjek rrugë tjetër pos rrugëve të shokëve, pos rrugës së shokëve të tij, thot do ta lëm në atë që e ka zgjedhur për vete dhe do ta fusim në zjarr të xhenemit. Kjo tregon se kuptimi jon i fesë duhet të jetë si ka qenë kuptimi i shokëve të pejgamberit alayhis salam. Ne ndalemi aty ku janë ndalë ata. Ne ndalemi aty ku janë ndalë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë gjë e ka kërkuar prej nesh edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam. Pejgamberi alayhi salam në shumë hadithe e ka potencuar vlerën e shokëve të tij. Ka thonë alejk, për shembull, njëri prej atyre është hadithi ku pejgamberi alayhi salam thotë aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin. Pasojeni edhe sunetin tim, po edhe sunetin e 4 halifeve të drejtë, e që janë Ebu Bekri, Omeri, Othmani dhe Aliu radiallahu anhum. Pejgamberi po kërkon që ne t'i pasojmë ata, pra t'i marrim si shembull
në kuptimin e fesë së Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu ka thënë khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Ka thënë shekulli më i mirë, njerëzit më të mirë fytyrën e tokës janë ata të shekullit tim, gjenerata ime. Thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Pastaj ata që do të vinë pas dhe pastaj ata që do të vinë pas tyre. E nëse ata kanë qenë më të mirët, atëherë do me thonë se udhëzimi i tyre është më i miri. Dhe kuptimi i tyre i fesë është më i sakti. Dhe kjo nuk është larg mendjes, madje edhe populli thot uji është më i pastër në burim. Uji është më i pastër në burim. Burimi çdo herë është më i pastër, nuk ka mundësi 200-300-500 kilometra larg burimit jetë më i pastër se tek vetë burimi. Shkaku i tretë për ta kuptuar fenë si duhet, vëllezër, do të thonë vepra e tretë që ne duhet ta bëjmë për ta kuptuar fenë e Allahut si duhet është që ta lutim Allahun subhanahu wa taala të na mësojë ta kuptojmë fenë. Sepse kjo është sukses që vjen prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo lutja drejtuar Allahut të lartësuar që ne ta kuptojmë fenë dhe mos të devijojmë prej fesë është sunet i pejgamberëve, gjithë pejgamberëve. I të gjithë pejgamberëve. Lexoni ajetet koranore. Ibrahimi alayhis salam, imami i tauhidit, imami i monoteizmit, imami i adhurimit të Allahut të vetëm, ka thonë: "Wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam", o Zot, mu edhe bijtë e mi më largo prej adhurimit të idhujve. Prej adhurimit të idhujve. Më largo prej adhurimit të idhujve. Ibrahimi është lutë me këtë dua. E çka na pengon neve që ta lutim Allahut na mësoj ta kuptojmë fenë. Çdo herë, për shembull, për ndonjë çështje që ty duket se disa muslimanë që ka kështu, disa ashtu dhe ka shkaktuar buti në kokën tënde, lutë Allahun, vëlla, lutë Allahun. O Allah, më mësoj që ta di se cila është e saktë, cila është më afër tek ti, cilën prej këtyre ti e don më shumë. Lutë Allahun e lartësuar, sepse Allahu vetë kërkon këtë prej nesh. Thotë Allahu i lartësuar në një hadith kutsi: "Ja ibadi kullukum dalun illa man hadaytu", o ju robrit e mi, të gjithë ju jeni të devijuar, të gjithë ju jeni ndalalet, përveç atij që unë udhëzoj, po thot Allahu subhanahu wa taala: "Fastahduni ahdikum", andaj kërkoni që t'ju udhëzoj, kërkoni prej meje që t'ju udhëzoj. Allahu po të lut, po kërkon prej teje, se gabim shprehje falni, Allahu po kërkon prej teje që ti ta lusësh atë, do të thonë, të udhëzoj. E çka don më shumë, vllai i ndarshëm? Çka don më shumë që Allah të bëj për krijesat e tij? Librin e ka zbrit, ja ka sqaruar të vërtetën edhe po kërkon prej tyre që ta lutin t'i udhëzoj. E pastaj nëse ata nuk udhëzohen, siç është fundi i këtij hadithi kutsi, thot Allahu në fund thot: "E kush gjen keq, mos ta fajsoj askënd përveç vetvetes së tij, se askush tjetër nuk i ka faj." Dhe këtë na e ka bërë farz neve Allahu subhanahu wa taala që ta lexojmë secilin rekat. Ihdina siratal mustaqim, na udhëzon në rrugën e drejtë. Kjo është lutje që ne e bëjmë tek Allahu subhanahu wa taala që të na mundsojë të jemi në rrugën e drejtë, ta kuptojmë fenë e tij ashtu siç duhet. Ta kuptojmë fenë e tij ashtu siç duhet. Dhe kjo është më rëndësi, vëllezër, vallahi është më rëndësi. Kuptimi i fesë si duhet është më rëndësi. Sepse shumë prej njerëzve nga mos kuptimi i fesë i kanë përzi, i kanë dallashit meselet. Shumica e muslimanëve, nëse i thu urdhro ha mish deri nuk han, thot jo mish deri, se bëna shka. Mirë po, shumica prej tyre e kanë lënë namazin, se falin namazin. Pse ka ardhur kjo? A lënia e namazit është më mëkat i madh se hëngra e mishit derit. Edhe mishi i derit është prej mëkateve të mëdha. Mirë po, lënia e namazit është më mëkat i madh. Lënia e namazit është më mëkat i madh se pirja e alkoolit, se bërja e zinas, se të gjitha mëkatet tjera të mëdha. Lënia e namazit është më e madhe se kjo. E pse njerëzit janë të shkujdesur ndaj kësaj? Sepse nuk e kuptojnë fenë e Allahut si duhet. Nuk e dinë se çka është kështu dhe çka është ashtu në fenë e Allahut. Ose nga ana tjetër, shumë prej mëkatarëve, cilëve u kanë shkuar 10-15 vjet, 20 vjet, zhytur të mëkate.
e kanë humbë shpresën në mëshirën e Allahut. Pse nuk e kuptojnë fenë e Allahut si duhet. I ka ardhur shejtani dhe i ka thonë s'ta fal më ti Allahu. Edhe ju ka mbush mendja se ai çat shumë ka hinë mëkate, saqë nuk ka mundësi që t'ia falë Allahu subhanahu wa taala. Kjo nuk është e vërtetë, vëlla, kjo është kuptimi i gabuar i fesë të Allahut. Allahu kërkon që të pendohesh, pa marrë parasysh e kaluara. Ti përmirësoj veten tash, pendohu dhe përmirësoj e të ardhmen. Kjo kërkohet prej teje. Pendohu, pa marrë parasysh çfarë prapavie ke, çfarë mëkatesh, sa gabimet mëdha e ke bërë. Pendohu. Ama kjo vjen prej kuptimit të fesë. Kjo vjen prej kuptimit të fesë. Për shembull, në botën arabe ku pak më mirë kuptojnë fenë, edhe pse e shef se, do me thonë, në pamje është katastrofë. Dhe dallohet se i ka shumë mëkate. Ama kur vjen koha e namazit e shef në xhami. Kur vjen koha e namazit e shef në xhami. Siç ka ndodhur një rast me Imam Ahmedin, rahimahullah. E ka pa një njerë Imam Ahmedi duke vjedh. Dhe të njëjtin njerë kur vjen koha e namazit e shef në xhami. Pastaj kur e sos namazin i thot, o ti njeri, edhe vjedh edhe në xhami. Nuk po e kundërshton vetveten, domethënë. Ama çka i thot ai njeri Imam Ahmedit? I thot, o Imam Ahmed, shumë dyjer mes meje dhe Allahut i kom mshel. Shumë dyjer që janë mes meje dhe Allahut dhe mshirës Allahut i kom mshel. Domethënë plot mëkate ka. Ama deshta që derën e namazit ta lë çel. Deshta që mos ta msheli edhe këtë derë. Kuptimi i fesë, për një njeriu që vjedh. Mirë po e ka kuptu fenë. E ka kuptu fenë. Nuk do me thonë se je i zhytur deri mes tash zhytesh komplet. Jo vëlla, mundohu, kadal krejt do t'i lash. Kur vjen koha e haxhit për me shku në haxh, njëti njeri e shef Imam Ahmedit kapur për qabën dhe duke thonë, o Zot, jam pendu, o Zot, i kom lanë këtë mëkate tjera. Edhe thot Imam Ahmedi fjalën e tij, thot subhanallah, e la një derë qel mes ti edhe Allahut, një derë e la qel, edhe Allahu nga mshira e tij ja hapi këtë derë tjera. Kjo vjen nga kuptimi i drejtë i fesë të Allahut. Kjo vjen nga kuptimi i drejtë. Për këtë shkak kjo meselë është me rëndësi të madhe. Kjo meselë është me rëndësi të madhe. Vepra e katërt që na ndihmon që ta kuptojmë fenë Allahut si duhet është që të hekim prangat e fanatizmit dhe ekstremizmit për njerëz. Lënja e ekstremizmit për njerëz kushdo qofshin, përveç pejgamberit alayhis salam. Sepse nuk ka njeri të pagabueshëm në çështjet e fesë, askush përveç pejgamberit Allahut. Të gjithë njerëzit e tjerë ka mundësi të gabojnë. Të gjithë njerëzit e tjerë mund të gabojnë, disa më pak e disa më shumë, ama të pagabueshëm nuk ka përveç pejgamberit alayhis salam. Andaj nuk duhet që të jemi fanatik për askën përveç se për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo secili sipas përgjegjësisë së tij. Mos mendoj dikush se unë kërkoj tash prej krejt xhamatit që të hinë ta studiojnë fenë, ta kuptojnë çdo gjë. Jo, secili sipas përgjegjësisë së tij. Dhe secilit që i bëhet e qartë se një vepër të cilën e bën është në kundërshtim me sunetin e pejgamberit alayhis salam, duhet që ta lajë atë vepër. Secilit që i bëhet e qartë, secili sipas mundësisë vet. Nuk kërkojmë prej gjithëve të bëhen alima, dietar, studiues. Jo, mirë po në momentin që ty të vjen e vërteta, duhet ta pasosh. Pa marrë parasysh se kush prej njerëzve çka thot. Dhe kuptohet se xhallarët janë më të obliguar me këtë çështje. Po xhallarët janë më të obliguar sepse kanë mundësi më shumë, e dinë gjuhën arabe, mund të lexojnë, ta shohin realitetin. Pastaj secili sipas mundësisë të vet duhet që mos të jetë fanatik për askën përveç se për pejgamberin alayhis salam. Dhe ne kur themi kështu, dikush mendon se kjo do të thotë që mos i respektojmë të tjerët. Asesi, neudhu billah. Imamat e katër mëdhëbeve, Ebu Hanifja, Shafiu, Maliku, Ahmedi, këta e njerëz të mëdhtë umetit islam. Ai i cili nuk i respekton, problem çështja e tij. Ama jo edhe ti shndrosh në pejgamber Allah. Njerëz janë, pra përsëri njerëz janë. Jo ti ngrihesh në drejtën e pejgamberit.
siç thuhet të ne si rast si Barcolet, domethënë, e kanë pyetur njërin kanë dhënë më shumë pejgamberin alayhis salam e Abu Hanifën. Edhe ki thot vallai ke zonë ngusht. S'mundet me të zonë ngusht njeri vëlla. Pa marr pa nëse thu se e don pejgamberin nuk do të thonë se e ke shajtë Abu Hanifën vëlla. A është e qartë meselja? Nuk do me thonë se kur ne themi nuk duhet bëmi fanatik se po e shohim, jo, e respektojmë vallahi. Ku është ajo mirë që krejt ata që pretendojnë se janë Hanefit jenë si Abu Hanifja? Ku është ajo mirë? Ku është ajo e mirë? Mirë po, secili prapë sipas mundësive, kur ti qartësohet e vërteta e pason sunetin e pejgamberit alayhis salam. Dhe kjo është fjala e 4 imamave. Kështu kanë thonë 4 imamat. Kështu kanë thonë 4 imamat. Abu Hanifja ka thonë kështu, ka thonë me thebi jem është suneti i pejgamberit alayhis salam. Abu Hanifja ka thonë, me thebi jem, a doni ta dini kush është me thebi jem? Ka thonë suneti i pejgamberit alayhis salam. Hadithi i pejgamberit alayhis salam. Hadithi i pejgamberit alayhis salam është me thebi jem. Abu Hanifja ka thonë, Shafiu ka thonë, nëse unë e thon një fjalë që nuk është sipas sunetit të pejgamberit alayhis salam, kapeni fjalën teme edhe plaseni për murin. Kështu ka thonë Shafiu. Vetë ata na kanë urdhëruar që ne të jemi të tillë. Vetë ata na kanë urdhëruar që ne të jemi të tillë. Madje një rast është interesant, i ka ndodhur Imam Shafiut, ka qenë në xhami, edhe njëri i ka ardhur e ka pyet për një mesele. I ka thonë, o imam, çka mendon për këtë mesele? Imam Shafiu i thot, pejgamberi alayhis salam ka thonë kështu. Edhe ai thot, tamam, po ti çka mendon? Ai thot, ti apo duk në unë se jam në kish, në sinagog, apo shes se kam të një kryq varët? Shafiu o nervozu. I ka thonë, unë po thonë, ka thonë pejgamberi, ti po më thu çka thuti. Ku ekziston kjo? Vetë Imam Shafiu. Abdullah ibn Abbasi në kohën e sahabëve, kur ka ardhur meselja për disa çështje, i kanë thonë Abdullah ibn Abbasi ka kallëzu hadithe. I kanë thonë, po Ebu Bekrin me një mesele mendon ndryshe. Dhe kjo ndodh, dhe njëri prej sahabëve një hadith nuk i ka mrit. Kjo ndodh, arsyetohet, nuk është diçka e madhe. S'ka qenë në atë moment me pejgamberin, nuk e ka dëgjuar, nuk e ka ditë vëlla. Arsyetohet. Mirë po qëndrimi i Ibn Abbasit në këtë rast. I ka thonë, unë po thonë, ka thonë pejgamberi, ju po më thoni, ka thonë Ebu Bekri Omeri, frikojmë se do të na zbresin gurës prej qiellit. Kjo çka do të thonë? Kjo do të thonë se nuk duhet ta bëjmë të shenjtë asnjë njeri përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo nuk do të thonë se nuk duhet respektohen të tjerët. Të gjithë i respektojmë, Allahu i shpërbleft. Mirë po në momentin që na bëhet e qartë se ndonjëri prej tyre në një çështje caktuar se këtë ta dini se në mbi 95% çështjeve apo më shumë gjithë janë një. Mirë po ne për fat keq i shohim vetëm çështje ku kemi divergjenca, domethënë. Muslimanët kur hinë në xhami, të gjithë drejtohen ka kibla. Të gjithë sabahin farzin e falin 2 rekat, 2 sunet e para, të gjithë falin drekën 4 rekat. Gjithë drejtohen ka kibla, gjithë bin rukut, gjithë bin sejdë. Gjithë japin selam. Gjithë ka 100 gjëra që janë përbashkëta. Ne gjejmë një gjë ku nuk janë gjithë njësoj edhe e zmadhojmë edhe e bëjmë shkak për luftë. 100 gjëra e kemi të përbashkëta. Të njëna gjë dikush i çon dur, dikush si çon dur punë e madhe. Pse këtë e zmadhojmë me këto 100 përbashkëta të harrojmë? Kjo është gabim. Duhet të jemi pra, edhe kjo është prej kuptimit të fesë, edhe kjo është prej kuptimit të saktë të fesë, që tu adish prioritetit, gjërave prioritetin, domethënë. Ta dish se ku ka hapësirë për një gjë të tillë dhe ku nuk ka hapësirë për një gjë të tillë. Për këtë shkak, në Kur'anin famlar, Allahu i lartësuar nuk na ka urdhëruar që ta pasojmë dikën tjetër përveç pejgamberit alayhis salam në mënyrë konkrete. Ka thonë respektoni dietarët në përgjithësi. Mirë, po nuk e ka përmend asnjë dietar me emër në veçantë. As pejgamberi alayhis salam e as Allahu subhanahu wa taala. Për këtë shkak, do të thonë, në këtë aspekt nuk duhet bëhemi fanatik. Dikush i pëlqen mendimi i Abu Hanifes, mendon se është tamam, u bë vëlla, mos u bën fanatik. Pse ta shohësh atë mendimin e atij dietarit tjetër? Mos u bën fanatik.
në këtë aspekt. Edhe pse ty duket ashtu, ndoshta ai ka studiu pak më shumë se ti, ndoshta ai din më shumë se ti. Nuk o çudi, ndoshta këto hoxhallar të ri kanë pas më shumë libra para duarve. Ku e di ti, ndoshta. Andaj mos të hapim fronte të panevojshme. Mos të hapim fronte të panevojshme, po ta kuptojmë fenë si duhet dhe ta arsyetojmë njëri tjetrin. Gjëja e pesë dhe parafundit është që ta kuptojmë fenë si një tërësi. Ta kuptojmë fenë e Allahut subhanahu wa taala si një tërësi. Feja është një tërësi e madhe, nuk është vetëm disa gjëra të caktuara, dhe kështu duhet ta kuptojmë. Dhe duhet që t'i pranojmë të gjitha argumentet fetare, të gjitha ajetet dhe të gjitha hadithet. Dhe ta kuptojmë si një tërësi. Mos t'i japim rëndësi vetëm kësaj dhe t'i lëmë shumë e shumë gjëra tjera, dhe mos t'i japim rëndësi vetëm kësaj dhe t'i lëmë shumë e shumë gjëra tjera. Në këtë drejtim, disa që për shembull praktikojnë disa sunete pak më shumë të pejgamberit alayhis salam, të cilat mund të jenë disa janë vazhdim, disa kryesorja, ai që praktikon më shumë. Mos mendoj se tash komplet feja është tek ai, dhe se duhet bëhet mendje madh dhe cilët keq ta humb moralin ndaj të tjerëve, sepse atëherë edhe ai gabon. Edhe ai gabon. Ka mundësi dikush që nuk e praktikon një sunet tek Allahu të jetë më i mirë se ti. Andaj nuk duhet bërë mendje madh. Se sunetet nuk janë vetëm pamje e dukshme, ato janë me rëndësi, mirë, por nuk janë vetëm ato. Ka sunete tjera, ka namaznate, ka agjerim nafile, ka lënje e gibetit, ka, morali i mirë, sadakaja, bamirësia ndaj të tjerëve. Krejt këto janë veprat sunetet pejgamberit alayhis salam, veprat mira. Andaj nëse në pamje ndonjëherë ti je pak në pozitë më të mirë, mos u bën mendje madh ndaj atij tjetrit, sepse nuk e di se ai sa vepra të fshehta i ka. Dhe feja është një tërësi e madhe. Kështu duhet ta kuptojmë fenë. Nuk duhet ta kufizojmë fenë në gjëra të caktuara, se feja është shumë e madhe. Feja ka shumë gjëra, Këtu ka edhe diçka, kam përgatitur edhe muhabet pak më akademik në rast mirë, po për arsye të kohës, po i bijem shkurtimisht. Dhe gjëja e gjashtë që duhet bërë dhe e fundit është që logjikës, mendjes cilën na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, t'ia japim vendin e vet. Sepse për fat keq shumë prej njerëzve të cilët janë larguar nga kuptimi i drejtë i fesë, shkaku është se logjikës, mendjes së tyre i kanë dhënë përparësi para tekstit fesë Allahu subhanahu wa taala, para Kuranit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Unë do ta marr një shembull kështu që të kuptohet më mirë kjo mesele. Logjika i përngjan syve. Logjika është si syt. Syt janë shumë me rëndësi. Mirë, po shpallja e Allahut është drita. Shpallja e Allahut është drita. Nëse nuk ka dritë, siu nuk shef kur gjë. Edhe pse është aty nuk shef asgjë. Edhe logjika e njeriut, nëse nuk shkon me shpalljen, është logjikë e somur, nuk është logjikë e shëndosh. Logjika duhet vihet në përdorim të kuptimit të shpalljes, të teksteve, e jo për ta kundërshtuar shpalljen. Po ja u jap një shembull konkret edhe me këtë po e përfundoj inshallah taala. Në lidhje me atë se fukarat edhe xhenetlit, kush do të hyjë më para në xhenet, ka dy hadithe. Pejgamberi alayhis salam në njërin prej haditheve ka thonë, fukarat do të hyjnë në xhenet para pasanikëve 500 vjet. Në një hadith tjetër ka thonë 80 vjet. E tash nëse njeriu ka logjik të sëmur, thot me njëherë pozicionohet në sulm, karshi tekstit. Thot këtu po thot 500, këtu po thot 80. Problem. Ama nëse e ka logjikën e shëndosh, ja nënshtron tekstit dhe mundohet ta kuptoj. Dhe bie në përfundim se pasanikat nuk janë krejt një shkallë, po edhe fukarat nuk janë krejt një shkallë. Për këtë shkak, kur kanë ardhur te ky shembull konkret, dietarët kanë thonë pasaniku më i madh edhe fukaraja më i vogël, distanca mes tyre është 500 vjet. Ndërsa pasaniku më i vogël edhe fukaraja që ka qenë në gjendjen më të mirë, distanca mes tyre është 80 vjet.
Edhe kështu pra kjo është logjike shëndosh, vëlla. Nuk është logjike shëndosh ta kundërshtosh tekstin dhe hadithet e pejgamberit alayhis salam. Kjo është një shembull konkret, pra, shembujt për këtë janë të shumtë. Kjo është pika e fundit, pra që logjika jonë ti nënshtrohet tekstit, e jo tjetër gjykuese mbi tekstin. Sepse në momentin që do ta ndriçojmë me dritën e tekstit, do ta kuptojmë realitetin ashtu siç duhet, siç është rasti në këtë hadith, ku dietarët, të cilët kishin logjikë shëndosh, thanë se kështu kuptohen këto dy hadithe. I pasuri më i madh dhe fukaraja më i vogël kanë distancë më të madhe. I pasuri më i vogël dhe fukaraja në gjendje më të mirë kanë distancë më të shkurtë, sepse njerëzit janë shkallë, nuk janë të gjithë njësoj. Me kaq po përfundoj, elus Allahun subhanahu wa taala që të ndahemi nga ky mexhlis me mëkate të falura dhe me dobi të përfituara. Allah subhanahu wa taala ju shpërbleft të gjithëve dhe na bëf dobi neve që e kemi thonë të fjalë dhe të gjithë atyre që do t'i dëgjojnë. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.